Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, zonja dhe zotërim, mesazhet tuaja janë të shumta, telefonatat gjithashtu janë në pritje, por ne kemi zhvillime apo. E vërtet, dhe meqense një nga gjërat më e përbashkëta që gjejmë edhe nga telefonatat edhe nga mesazhet është kjo thirrja e çuditshme ndoshta për protesta. Gjëra interesante kanë ndodhur në Serbi, por do t'i përcjellim më një herë. Mere regjia. Gjyqtarja Irena Gjoka nuk është vetëm e dënuar, por edhe dëbuar nga shteti grek. Lideri i opozitës Sali Berisha publikoi dokumentat autentik të policisë greke që vërtetojnë ekspulsin e Irena Gjokës në Greqi, të cilin ajo e ka fshehur në formularin e dekriminalizimit. Denoncimin Berisha e bëri nga Spaku, ku u paraqit në zbatim të masës detyrim paraqitjeje. Berisha tha se Gjoka tentoi të hyjë në shtetin grek me vizë të falsifikuar dhe ndaj saj ka nisur procedim penal. Ai akuzoi Dumanin se po fsheh këtë dokument, ndonse i kanë mbritur prej muajsh në zyrë duke amnistuar Irena Gjokën, e cila në bazë të gjitha ligjeve të vendit nuk duhej të ishte gjyqtare. Pas marrjes së pandehur të zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga prokuroria e posaçme, Partia Demokratike ka kërkuar interpelancë në kuvent. Një grup deputetësh kërkuan që Balluku të merret në pyetje në lidhje me dëmin të shkaktuar shtetit. Sipas Partisë Demokratike, tuneli Llogaras u rindërtua duke i ushtuar vlera e ndërtimit me më shumë se 50 milion euro. Pas zëvendës kryeministres Belinda Balluku, prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur 3 drejtorë të saj dhe antar të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për aferën korruptive 190 milion euroshe te tuneli Llogaras. Të hënën u paraqitën në SPAK për të njohur me akuzat ish drejtori i arrestuar i ARSH-s Evis Berberi, drejtori në detyrë Gentian Gjyli dhe drejtori aktual i Keshit Erald Delezi. Për shkelje të barazisë në tendera janë marrë të pandehura edhe 2 antarët e KVO-s, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashica. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar vendimin e Edi Ramës për shkarkimin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Po kështu gjykata ka rrëzuar edhe dekretin e presidentit Bajram Begaj duke anulluar zgjedhjet e pjesshme për bashkinë e kryeqytetit. Gjykata kushtetuese argumenton se në rastin e Veliajt nuk ka patur shkelje të rënd të kushtetutës. 5 antarë të kushtetueses votuan pro kërkesës së Veliajt, teksa ky i fundit do të vijojë të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës, pavarësisht se prej 10 muajsh ai shndroni para burgosur në Durrës në akuzat për korrupsion dhe pastrim parash. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi të drejtë vendimin e gjykatës kushtetuese që rrëzoi qeverinë për shkarkimin e Erion Veliajt dhe dekretin e presidentit për zgjedhjet e pjesshme në Tiranë. Pas mbledhjes së kryesisë së PD-s, Berisha tha se gjykata ka zbatuar detyrën e saj dhe se ky vendim vjen si një dhuratë që Edi Rama i ka bërë Veliajt pas trajtimit shnjërzor që i bëri në burg. Protesta të dhunshme kanë vijuar edhe në mbrëmjen e 2 nëntorit në Serbi, ku mijëra qytetarë kërkojnë dorëheqjen e qeverisë së drejtuar nga Aleksandar Vučić. Qytetarë të shumtë kanë dalë në mbështetje të një nëne, fëmia e së cilës u mbyt nga shembja e çatisë së stacionit të trenit në Novi Sad. Ndërkohë, përveç policisë, mbështetës së Vučić janë përleshur me protestuesit duke krijuar kaos. Nga ana tjetër, Vučić është shprehur se pas protestave dhe greves qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe me shëra fjala në fakt tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Donald Trump në një intervistë në emisionin 60 Minutes për televizionin CBS ka përmendur sërish luftrat që ai thotë se i kanë dalur në fakt. Ka përcjellë reporteri.net dhe kësaj here gjatë intervistës ai ka nxjerrë nga xhepi i xhaketës një letër ku ishin të renditura luftrat që ai pretendon se ka përfunduar. Dhe të dytën ka përmendur në fakt situatën mes Kosovës dhe Serbisë. Spesifikisht ai ka shprehur, i kam ndaluar 8 luftra dhe ju e dini se si i zgjidha. Unë ju thash, në shumë raste, në 60% të tyre, nëse nuk ndaloni luftën, do të vendos tarifa mbi të 2 vendet tuaja dhe nuk mund të bëni biznes me Shtetet e Bashkuara. Kambodja dhe Tajlanda, Kosovë, Serbi, Kongo dhe Ruanda, Pakistan dhe Indi, Izrael dhe Ira, Egjipt dhe Etiopi, Armeni dhe Azerbajxhan dhe Izrael dhe Hamas.
Nuk është askush tjetër në histori që të ketë zgjedhur 8 luftra brenda një periudhe prej 9 muajsh. Dhe unë i ndalova 8 luftra, thot ai. Unë thjesht kujdesem për të shpëtuar jetë. Më ka mbetur vetëm një, Rusia dhe Ukraina, është shprehur presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dakord, ndërkohë që tash mua më pëlqeu shumë lajmi më i klikuar në rrjetin social Facebook për shkak të zhvillimeve të forta nga kampi socialist, cilët më shumë se në kuvend po rrin burgjeve. Jurgis Çyrbia, deputeti i listës Rama për Durrësin, ku kishte Ramën të parin në listë atëre, është dënuar, e ka gjetur fajtor gjykata 3 vite burg, asnjë ditë në qelim, me siguri edhe ky. Gjykata e posaçme ka dënuar në bashkim dënimesh me 3 vite burg ish deputetin socialist të Durrësit Jurgis Çyrbia, por do bëj vetëm 2 vite për shkak të zbritjes së 1/3 së dënimit, pasi e pranoi fajin dhe u procedua me gjykim të shkurtuar. Të njëjtin dënim dha GKK edhe për Altin Hajrin, domethënë të jesh koka e një klani kriminal, dënohesh me 3 vite burg. 3 vite, wow. Po, ndërsa po të kapi policia me një thik në makinë, je për 7 vite. Jurgis Çyrbia u shpall fajtor për tregtim të sekretit shtetëror, pra praktikisht tradhtim dhe adheut që ka me 3 vite. Bravo! Wow. Ndërkohë, në disa episode e ka tregtuar sekretin shtetëror, ka përkrahur autorin në kripit në 4 episode dhe korrupsion në zgjedhje, nga i cili ka përfituar Edi Rama, por nuk ka lidhje në mënyrë të drejtë për drejtë Edi Rama. Nuk ka fare lidhje. Ndërkohë, Altin Hajri akuzohet për korrupsion në zgjedhje, tregtim sekreti shtetëror, ndërsa Ahmet Masha tregim sekreti dhe përkrahjet autorit të krimit. Në seancë u lexua versioni i shkurtuar i pretendës në prani të medjave. Sipas prokurorit Adnan Xholi, ka të dhëna sekrete që janë ende në hetim dhe nuk mund të bëhen publike. Po ai u dënua përfundimisht si janë gjëra ende në hetim apo varja. Sa i përket akuzës për nxjerrjen e sekretit, avokati Ilir Muradi deklaroi se Çyrbia në Komisionin e Sigurisë ka qenë antar zëvendësues dhe nuk ka pasur certifikat sigurie nga DSIK-ja. Shumë e shëmtuar, por në mënyrë shumë elegante po përcillet një mega skandal i neveritshëm si ky, ku njerëz të zgjedhur me votën e qytetarëve dhe këtu me votë qytetarësh nuk kuptova mbështetjen e grupeve mafioze, tregtojnë sekrete shtetërore dhe dënohen me 2 vite burg, me 2 vite burg, duke tradhtuar shtetin, besimin e qytetarëve, republikën, kushtetutën, dhe gjitha kjo për vetëm 2 vite burg. Çfarë tjetër dënohet me 2 vite burg? Po të bësh një aksident rrugor me 2 vite, me i ha 3 të paktën. Po, të paktën po. Ngarje makine në gjendje dheur 3 vjet, tradhti adheut 2 vjet. Bravo, Jurgis! Jemi ku duhet. E bëre qyrb këtë vend, e bëre Jurgis Çyrbia, jo çorb, po do e quajmë qyrb sot e tutje. Nuk quhet më çorba, jo? Ndërkohë, miq të dashur, vazhdojmë të tjera mesazhe, e di që janë shumëta dhe mos të kemi hatërmbetje të jap një bërdaf të shpejt. Mirëmëngjesi, Bashkia fiton Velia e nuk fitoi asgjë, por u rikthye si kryetar. I mungon zyra në bashki, por ka një në qeli. Kjo është një lov e Ramës për fituar kohë, se po ikte Tirana nga duart. Por lind pyetja çfarë do bëjë opozita kur kushtetuta u shkel nga 2 institucionet kryesore, presidenca dhe kryeministria. Shteti shqiptar tash një sekond. Si mund të shkojë mendja çfarë do bëjë opozita kur këta që kanë gurin, arrën, levën dhe gjithçka tjetër shkelin kushtetutën? Çfarë do bëjë? Përveç se thot po shkelet kushtetuta? Asgjë tjetër. Ja si komentoi Berisha vendimin e Veliajt. Lutem a jep pak 4-ën. Këtë e komentoj si një vendim të gjykatësve që në këtë rast zbaton ligjin. Por këtë e komentoj gjithashtu si një dhuratë që Edi Rama, që nuk njeh asnjë lloj ligji dhe morali, i bëri pa dashje kundërshtarit tij kryesor brenda në parti, Elion Velis. Sepse e trajtoi atë, siç e tha, si serial killer në qeli, e trajtoi në atë shkallë sa detyrosha unë, një njeriu që s'duhet jam dëgjoj emrin, detyrosha t'i dilja Zot për të drejtat themelore që ka njeriu. E trajtoi në atë mënyrë që shkeli Konventin Europiane të drejtave njeriut, kushtetutën dhe çdo lloj standardi të qëndrimit të një shteti ndaj të burgosurve. Ishte ky qëndrimi i liderit opozitës, ndërkohë nga Franca na thon, ma biti shumë fjalimi Ramës, foli gjatë për të nderin nano. Fjalimi i tij ishte si ajo që thot populli do ta qaj me llainga, vdis pa të dua.
Rama është hipokrit që i ka të gjitha huqet negative, por çdo ndarje nga jeta e këtyre liderëve këtë fjalim do të ketë. Nano më të mirë dhe të qiet e ti, shfaqi gjatë jetës, po shoft në paqe. Kuraja familjes dhe këta politikanë sot ditë të zeza kalofshin. Fakt, kështë e bërë dhe Elisa Spirapali një shërim tek situata e mortit në librin Një lem të mirë për Fatos Nanon. Fakt. Një goodbye. Po, një farewell në gjuhën e pastër shqipe. Një so long Marian. Nderim kryetarit që udhëhoqin ndarjen historike të së majtës shqiptare nga e shkuara komuniste, drejt një fryme dhe partije të hapur europiane progresiste. Nderim kryeministrit që në konga më të vështirat doli mbi veten duke sakrifikuar pushtet për të konsoliduar shtetin. Nderim atij që iku pa zhurmë, buj e zvarritje, duke themeluar institucionin e dorëheqjes së kalimit paqësor të pushtetit. Po Tigeta e di për çfarë është e famshme Elisa Spiropali. Modelin e flokëve që e kemi të ngjashur? Jo. Akoma. Nuk je ende në atë nivel. Vjen keq. Elisa Spiropali, Erion Veliaj, Arbi Mazniku, Endri Fuga, dhe ca të tjerë. E di për çfarë është famshëm? Jo. E di si u fut në politik? Jo. Këta kanë një mërus përbashkët. Lëvizja mjaft. Si kur ta dija. Dhe e diti çfarë ka bërë për 5 vitet e para të ekzistencës vet Lëvizja mjaft. Për 5 vite? Po, mjaft. Pra aq kohë sa ekzistoi mjafti. Tamam. Çfarë ka bërë? Ka bërë një lëvizje që quhej Nanoik. Tash do thuash përputhet me qëndrimet. Ashtu është, u tallën me Nanon kur u martua. Më kujtohet shumë mirë kjo, me fustanin e gjonë. Tallën me furnizimin me ujë, me furnizimin me drita, organizohen protestat forta, të mëdha, mobilizuan gjithë shoqërinë civile, organizatat ndërkombëtare, ambasadat, për treguar botës se sa i korruptuar ishte Nano. Po ndoshta kryeministri atëherë atë shprehjen e tmerrshme, vdis pa të duan e kishte për pikërisht për. Por jo, është pak hipokrite se këta atëherë pretendonin që ishin të majtë, por Nanon e urreni se nuk ishte i majtë, nuk ishte për demokraci sociale, për social-demokraci, kështu gjërash. Tani qytetërisht na doli lideri majtë Nano. Dakor. Megjithatë, më qenë se një mesazh na kishte ardhur nga Franca, nuk mund mos e harrojmë, siç harrojmë shumë gjëra në këtë vend, që vetëm javën e kaluar, një javë shumë e zezë për gjithë vendin. Doli që Macron ishte martuar me burr. Pa dashur kjo. Flavio. Kështu janë thashë themet po gëllon. Ende nuk ka dalë vendimi. Presim prova shkencore. Okej. Që në fakt është shumë qesharake kjo për zonjën Brigitte Macron. Dëgjoj, kam frikë të shoh provat shkencore. Edhe unë kam pak zbrit. Megjithatë, meqense se përmende presidentin Macron, po ai kishte organizuar një darkë goxha të famshme në konferencën e paqes në Paris. Dhe në fakt, nëse e kujtohet ndokujt, disa muaj pas fitores presidentit Donald Trump, Edi Rama i zhduki fotot që kishte me Alex Soros. Siç po zhdukto me Belinda Ballukun. Megjithatë, pas konferencës së paqes që u zhvillua në Paris vetëm pak ditë më parë, ka qenë Alex Soros në fakt që nuk ka shpërthyer me publikime në rrjetet sociale. Ka shpërthyer. Po, pamjet e shpërndara, siç mund t'i shihni, Rama shihet në shoqërinë e bashortes së vet, zonjës Linda Rama, ndërsa Alex Soros shoqërohet nga partnerja e tij. Huma Abetin. U martua. U martuan, po më vjen keq, sepse nga martesa ishin dhe fotot e para. Po fjalën e mbajti Rama në atë ishte. Vërtet? Po, ishte si quhet ai, se unë s'jam martuar. Shoqëruesi i nderit. Shoqëruesi i nderit, po i Alex Soros mbajti fjalën e rastit, bën të shaka me të ftuarit. Vërtet, ndërkohë që në konferencën në fjalën po ashtu e ka mbajtur dhe Linda Rama, ka mbajtur një fjalim në fakt për pjesëmarrjen e grave në politikë. Ka lezet, sidomos pse ka shumë gra në. Ka shumë. Zonja Linda është vetë apo konsiderohet duke qenë bashortë? Është më shumë se aq. Po nuk do elaborojmë tani se kemi punë të tjera. Ne do të flasim për halle europiane, do të flasim sigurisht edhe për zhvillimin në gjykatën kushtetuese. Megjithatë interesante, sidomos ironia e faktit që Erion Veliaj u arrestua, u shkarkua dhe është prap kryetar bashkie i Tiranës. Fredi Beleri fitoi zgjedhjet. Dhe nuk u bë asnjë orë të vetme kryetar bashkie i Marës. Si moment.
se lejoj pak një i madh i fort i këtij vendi. Megjithatë, miq dashur, ndiqim pak ca zhvillime shumë interesante se edhe eurodeputetët, me sa duket ata që nuk janë në borderon e Sorosit, kanë filluar të reagojnë pak ndryshe. Ndjekim një material e rikthehemi në studio. Erion Velia i vijon të mbetet kryetari i Bashkisë së Tiranës. Ka qenë ky vendimi i gjykatës kushtetuese e cila ka rrëzuar Edi Ramën duke shpallur të pavlefshëm shkarkimin e kryebashkiakut. Pro kërkesës së Erion Veliajt për rrëzimin e vendimit të qeverisë kanë votuar 5 anëtar të gjykatës kushtetuese, ndërsa 3 kanë votuar kundër. Pro vendimit në favor të Veliajt votuan Sander Beci, Ilir Toska, Fiona Papajorgji, Mersida Xhaferllari, Mariana Semini, ndërsa kundër vendimit ishin Holta Zaçaj, Sonila Bejtja dhe Gent Ibrahimi. Gjykata kushtetuese argumenton se në rastin e Erion Veliajt nuk ka patur shkelje të rëndë të kushtetutës. Sipas gjykatës, Veliaj po ashtu nuk është lajmëruar për procedurën e shkarkimit nga Këshilli Bashkiak. Po ashtu gjykata kushtetuese ka shpallur të pavlefshëm edhe dekretin e presidentit të Republikës Bajram Begaj për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme në Tiranë. Kujtojmë se në 23 shtator të këtij viti, Këshilli Bashkiak i Bashkisë së Tiranës i propozoi Këshillit të Ministrave shkarkimin e Erion Veliajt nga pozicioni i kryetarit të Bashkisë së Tiranës me argumentin se nuk ishte paraqitur në detyrë në një periudhë 3 mujore. Vendimi i Këshillit Bashkiak erdhi pas një urdhri të bërë publikisht nga kryeministri Rama në mbledhjen e asamblesë së Partisë Socialiste. Rama ishte shumë i sigurt se urdhri i tij do të çohej në vend, saqë papritur as vendimin e Këshillit Bashkiak vendosi si kandidate të partisë së tij Ogerta Manastirliun. Këshilli i Ministrave vendosi shkarkimin e Veliajt dhe shpalli vakancën. Pa humbur kohë, presidenti Begaj me urdhër të Ramës dekretoi datën 9 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve në Tiranë, por vendimi i shkarkimit u ankimua nga Veliaj, çka solli pezullim nga gjykata kushtetuese të dekretit të presidentit për zgjedhjet në Tiranë. Përcaktuese për këtë proces ishte seanca e 31 tetorit në gjykatë kushtetuese, ku kryebashkiaku Veliaj u paraqit me pranga në duar dhe lëshoi një mori akuzash për arrestimin dhe shkarkimin e tij. Erion Veliaj do mbetet kryetari i Bashkisë së Tiranës, pavarësisht se prej 10 muajsh ai qëndroni i paraburgosur në Durrës në akuzat për korrupsion dhe pastrim parash. E megjithatë, pyetja mbetet çfarë fitoi vërtet Veliaj në gjykatën kushtetuese. Miq të dashur, kam një panel shumë interesant, jam i përpjekur në këtë mëngjes të shmangim në fakt ato komentet ngushtësisht politike, por duke pasur edhe një panoramë më të qartë ligjore dhe elektorale. Zotin Muharrem Çakaj kam në studio, antar i Komisionit Rregullator, akoma i paqartë, ka komision, s'ka komision, megjithatë je këtu dhe faleminderit. Mirëmëngjes Flavio. Faleminderit për ftesën. Nga pikpamja formale, ligjore, prezumohet që jemi edhe disa ditë. Okay. Sepse në votimin e parë, Kuvendi dështoi të zgjidhte antarët e rinj të Komisionit Rregullator, kujtoi se mund të zgjidheshin me shumicë të thjeshtë. Në fakt nuk morën votat e nevojshme. Pastaj siç bëhen gjërat në Shqipëri. Pastaj histori shqiptare. Tjetër histori. Pra edhe 3 ditë jemi. Edhe 3 ditë, po mirë, atëherë në këto momente po flisni si antari i Komisionit Rregullator. Po besoj se e gëzoj këtë cilësi. Dakor, pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është ky Komisioni Rregullator, kështu që o merr vesh zoti Çaka nga këtë punë ose ne tjerët nuk e kemi iden. Gjithashtu është avokati Arber Hoxha në një lidhje video në këtë mëngjes. Zoti Hoxha, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi cilëfon. Sigurisht edhe zoti Hoxha nuk është nga ata njerëz ultra dashamirës ndaj vetëm njërit kamp, është pak më superpartës, kështu ndaj e kemi bezdisur në këtë mëngjes. Çështja është edhe pyetja mbetet e thjeshtë. Çfarë fitoi vërtet Erion Veliaj në gjykatë kushtetuese? Dhe a fitoi më shumë Veliaj apo Rama? Çakaj më pas Hoxha. Shiko, unë personalisht e përgëzoj vendimin e gjykatës kushtetuese të marrëditën e djeshme, pasi pak rëndësi ka fitoj Veliaj, apo fitoj Rama, apo fitoj opozita. Rëndësi ka që fitoj kushtetuta e Republikës Shqipërisë. Okay. Pra, ajo çfarë ishte vënë në diskutim deri më tani,
dhe kishte një diskutim shumë gjerë ndërmjet gjithë juristëve, ishte nëse spari ishte çështja e kompetencës, nëse gjykata kushtetuese kishte të drejtë ta gjykonte dekretin e presidentit, i cili pasonte si pasojë e VGM 539/2025, vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Zotit Veliaj, dhe më pas se si do të vendosë gjykata kushtetuese në merit të gjës. Unë personalisht e vlerësoj si një vendim i marrë i drejtë në përputhje me kushtetutën, dhe që personalisht nuk më ka surprizuar ky vendimi i marrë dje nga gjykata kushtetuese. Rëndësi ka që fitoi kushtetuta, pastaj nëse do të gjykojnë fitoi Velia apo fitojnë në një palë tjetër, për mua ajo skena me fishek zjarre ishte e pavënd, sepse fishek zjarre nga burgu sikur nuk shkon po. Ka dilema nëse ishin për Velien ato fishek zjarret apo për Jurgis Çyrbin dhe Altin Hajrin. Po, do të diskutojmë në një moment tjetër. Për pretencën. Po, sigurisht. Hoxha? Nëse fitoi zoti Velia apo jo. Unë besoj që seanca e datës 31 tetor për zotin Velia ishte ose të gjitha ose asgjë, dhe vendimarrja e gjykatës kushtetuese të ditës së dieshme personalisht për mua ishte një vendim i pritshëm, por duhet thënë që gjykata kushtetuese në rastin konkret tregoi integritet dhe u ngrit në lartësinë e situatës, duke qenë se tregoi që është investimi ndër të vetmet institucione të pakapura nga Këshilli i Ministrave dhe nga Kryeministri. Vendimarrja e Këshillit dhe vendimarrja e gjykatës kushtetuese. Hoxha, mos ta egzagjerojmë. Për çfarë mos ta? Institucioni vetë pakapur nga ana e Kryeministrit është long stretch për amerikanët, është tjerrje shumë e fortë. Se jo për kam parasysh vendimet e fundit gjykatës kushtetuese nuk më duket si shumë e pakapur. Me një votë në rastin konkret, Flavio, në rastin konkret, nëse një votë përbën mazhorancën dhe në një votë përbën vendimarrja. Kështu që ne nuk do të hyjmë tani me lupë shumë se kush ka qenë pro apo kush ka qenë kundër. Do më lejosh një batutë këtu, vetëm për batutë. Po patjetër. Nëse një prostitut bën një fundjavë pushim, nuk do të thotë që është e virgjë. Tani unë nuk merr me çështje prostitucioni, Flavio, po problemi është vendimarrja e gjykata kushtetuese në rastin konkret tregoi integritet, u shpreh me një vendim shumice, patjetër që ka një vendim pakice, por vendimi shumicës është vendimi që e kthen zotin Veliaj në detyrë, tregon integritet, e kthen legitimitetin e shtetit, kthen kushtetutshmërinë e shtetit. Unë prisja më ka zhgënjur gjykata kushtetuese në aspektin, le ta themi, negativ, sepse prisja një vendim 8-0, pra prisja një vendim unanim në raport me zotin Veliaj. A është shkelur procedura gjatë nxjerrjes së vendimit të Këshillit Bashkiak dhe nuk u pyet ai, patjetër që është shkelur. A është shkelur kushtetuta e Republikës së Shqipërisë duke u shkarkuar një kryetar sepse nuk ka shkuar në detyrë, ndërkohë që nga ana tjetër është me mas sigurimi, patjetër që është shkelur. A është shkelur i hierarkia e normave sipas nerin 116, ku së pari zbatohet kushtetuta dhe Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut, më pas aktet e tjera ndërkombëtare të ratifikuara dhe më pas ligjet e thjeshta, siç është ligji për qeverisjen vendore, patjetër që është shkelur. Pra të gjitha këto shkelje kushtetuese dhe jo vetëm u konstatuan nga ana e gjykatës kushtetuese dhe u kthye shteti së drejtës, u kthye shteti binardë së drejtës dhe mbi të gjitha unë besoj që fituan vetëm qytetarët e Tiranës. Së pari ju prje rruga një precedenti të rrezikshëm. Një sekond, imagjinoni sikur. Ju lutem, që ta bëjmë pak më thjesht dhe për ata që po na ndjekin. Ju thoni fitoi shteti së drejtës, fitoi kushtetuta. Dhe fituan qytetarët e Tiranës, aty më kapet pak. Nëse Erion Veliaj gjykohet për korrupsion dhe është arrestuar nga i njëjti shtet, çfarë fitojnë realisht qytetarët e Tiranës? Zoti Veliaj tani është i akuzuar, nuk është i dënuar, dhe secili ka presumimin e pafajësisë. Nëse zoti Veliaj do të ishte dënuar me vendim penal të formës së prerë, patjetër që do vinte në fuqi pika. Nuk e kam dhe këtu mbaronte historia. Ai është patjetër, ai është sot është i arrestuar dhe është i dyshuar, nuk është, pra është i dyshuar dhe i pandehur. Se kemi rastin e Rogozhinës që është i dënuar, po është në detyrë. Tani po flas për zotin Veliaj. Pra
patjetër që i është të prerë rrugë një precedenti të rrezikshëm. Imagjinoni në zgjedhjet e afshme, nëse kryetarin e Bashkisë së Tiranës e fiton opozita, Prokuroria e Tiranës i ngrej një akuzë të caktuar, caktohet mas sigurimi arrest me burg dhe kryeministri e shkarkon ditën e 93. Pra i është prerë rrugë një precedenti të rrezikshëm. Dhe këtë nuk e thosh vetëm gjykata kushtetuese, këtë e thot dhe Komisioni i Venecias për rastin e kryetarit të Bashkisë së Turqisë, i cili u shkarkua pastaj me dekret presidencial, se funksionon ndryshe në Turqi. Por situata është të marrë një opinion në fakt për këtë fitoren e qytetarëve edhe nga zoti Çakaj, se u duk sikur zhvlerësua pak vota në rastin Veliaj. Gjo Flavio, sidomos duke pasur parasysh sjelljen e zotit Rama gjatë gjithë vitit me gjithë kryebashkiakët, që i tha të gjithëve shkarkoni drejtorët, shkarkoni këtë, hiqni kryepleqt, administratorët. Shiko, historia fillon pak më parë. Pra, historia fillon kjo në vlerësimin tim, historia e kryetarit bashkisë në detyrë tashmë që kemi zotin Erion Veliaj fillon pak më parë. Dhe në vlerësimin tim është histori totalisht politike. Këtu kemi të bëjmë me një luftë politike brenda të njëjtës forcë politike. Arsyet i din palët të cilët janë vendosur në llogore lufte. Sigurisht që një palë e cila është më fortë do të ushtrojë pushtetin e vet dhe patjetër këto do të jenë rezultatet dhe rezultatet janë në dëm të qytetarëve të Tiranës. Pra, nuk kemi të bëjmë me një histori, si të thua, shiko, është një histori e pastër, korrupsioni, se në vlerësimin tim histori korrupsioni është i përhapur gjithandej, e kemi gjithandej, mjafton të gërmosh pak dhe del në sipërfaqe korrupsioni. S'ka nevojë për gërmim fare. Po, pak fare, pra një investigim i thjesht, një hetim i thjesht, ose qoftë edhe një indicie që besoj kanë mal në SPAK indicjet prokurorët e SPAK-ut dhe del korrupsioni i sheshit. Sa që është mali me plera për mungesën e incineratorit. Por, ajo çfarë ne konstatojmë, ajo çfarë unë personalisht konstatoj në këtë çështje është një luftë e brendshme e cila sigurisht i dha pushtetin më të fortit dhe solli këtë situatë me kosto për qytetarët e Tiranës dhe me zgjidhje antikushtetuese. Se këtë na tha gjykata kushtetuese që zgjidhja ishte, pra kemi një sër organet më të larta të qeverisjes së vendit, të cilat kanë dështuar në zgjidhjen e këtij problemi. Ka dështuar Këshilli Bashkiak. Pse e them ka dështuar? Ka dështuar sepse, siç e dim, zoti Erion Veliaj u arrestua në datën 10 shkurt të vitit 2025. Dhe dita e 91, pra po t'i referojmë ligjit për 10 maj. Vetë qeverisje vendore, i bie në datën 10 apo 11 maj. Që plotësoi kërkesa. Pra, një sekond, e para më lejo të ftoj një tjetër mik në këtë panel, zoti dhe eurodeputati Fredi Beleri. Mirëmëngjes Beleri, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Ju ruajta pak si surprizë në këtë mëngjes, mbi gjitha për ironinë e asaj që keni kaluar dhe ju ndodheni sot eurodeputat pikërisht se i njëjti person nuk ju la të shprehni të vullnetin e qytetarëve të Himarës në të njëjtën formë. Sigurisht, po interesante nga bileta që po bën është se si shqiptarët e shkret me një vendim harrojnë të gjitha. Do me thënë, jemi populli të kënaqim me lugën bosh. Gjykata kushtetuese ka të paktën 7-8 vjet që funksionon si ushtari i qeverisë, nuk dahen kur pushtetet, ka marrë një sër vendimesh të gabuara për një vendim i cili mund të jetë i drejtë ose jo, i harrojnë të gjitha. Logjika ka shumë vite që ka ikur nga vendi jon logjika. Ka emigruar. Edhe ka emigruar sigurisht. Nuk ka barazi ligjore, do me thënë, në qoftë se kishim të njëjtën logjik, siç e dini, edhe unë kalova në 10 ditë që nuk u paraqieta në detyrë, po nuk më shkarkoi zoti Rama. Le kuptoni se zoti Rama është një autokrat, çdo ditë e thot, dhe ju rrinë në studio televizive dhe bëjnë analiza, ishte drejt vendimi, nuk ishte, ashtu desh, ashtu bë. Te rasti im u bësh ndryshe, te rasti zonjës Balluku mendon ndryshe, siç mendon ai bëhet. Nuk ka drejtësi. Mos lodhni qytetarët që ju dëgjojnë.
Dhe pa mirësisht për ne, e kanë mësuar të gjithë tani. Do shikoni dhe vendimet të Strasburgut, do shikoni dhe qëndrimin e ndërkombëtarëve për reformën e drejtësisë, sa të kthjellë do jenë. Mund të besoj që duhet të ndihmojnë dhe qytetarët shqiptar të jenë të kthjellë. Për mua vendimi i gjykatës kushtetuese ka të bëjë me dëshirën e zotit Rama. Do ndërhyjë gjykata kushtetuese, zoti Velia nga Burgu do i ushtrojë kompetencat? Jo. Do e morojnë kryetarët dhe drejtorët që do? Jo. Po nuk e morojnë dhe ata që nuk janë në Burg. Ka ndonjë kryetar bashkie në Shqipëri, ose që është në detyrë, nuk është në Burg dhe e moron në drejtor, në kryetar, ose pastruese atë që do ai. Funksionon ndarja pushteteve? Deri tani jo. Atëherë pse jemi të lumtur? Çfarë fitoi populli i Tiranës? Hoxha? Tjetër që pimi i legitimitetit është fitore popullit të Tiranës. Ndërprerja unë nuk do ta quaj autokraci, ndërprerja e shkeljes së kushtetutës është fitore e popullit të Tiranës. Të ndajemi Hoxha se ndërprerja e precedentit të rrezikshëm është fitore e qytetarëve të Tiranës. Mos ta harrojmë diçka që më shumë se 140.000 qytetarë të Tiranës e votbesuan zotin Veliaj. Dhe patjetër që sipas kartës autonomisë vendore, që është një akt ndërkombëtar dhe ratifikuar nga parlamenti, patjetër që të zgjedhurit vendor nuk janë një zgjatim i Këshillit të Ministrave, dhe si të tillë as nuk emërohen dhe as nuk shkarkohen në mënyrë të padrejtë dhe antikushtetuese nga Këshilli i Ministrave. Ajo që më ka zhgënjur gjykata kushtetuese është të paktën për mendimin tim duhet bërë një ndërhyrje edhe në ligjin për qeverisjen vendore dhe duhet bërë një interpretim më i zgjeruar se çfarë quhet shkelje e rëndë e kushtetutës dhe kur mund të shkarkohet një kryetar bashkie. Pra gjykata kushtetuese kishte kompetencën e saj dhe jo të qëndronte pasive. Gjykata kushtetuese ishte në kompetencën e saj të detyronte edhe kuvendin duke konstatuar si antikushtetues të dispozitën, pra jo vetëm të thuhet që do zbatohet kushtetuta dhe jo ligji, por çfarë probleme ka ligji që vjen në kundërshtim me kushtetutën dhe si duhet të rregullohen ato. Ndërkohë që për sa i përket pastaj komenteve të mia politike apo të cilat nuk janë ligjore, sigurisht që jam i rezervuar për te këndvështrimi tim si qytetar. Keni gjithë drejtën, po keni gjithë drejtën të keni opinionin tuaj, zoti Hoxha, po nuk kam përfunduar. Okej. Ideja është e tillë që Shqipëria ka një mal me probleme. Por të paktën shtetet të cilat janë pjesë e Bashkimit Evropian dhe janë në Ballkan kanë një mal me probleme më shumë se në Shqipëri. Për shembull, shteti i së drejtës, shteti i së drejtës në Greqi nuk ekziston. Unë kam pasur klientët të cilët janë në sistemin penitenciar dhe sistemi penitenciar grek është një nga më të poshtrit që ekziston në të gjithë, jo vetëm Bashkimin Evropian, por në Ballkan, ku njerëz rinë të armatosur dhe jeta e qytetarëve shqiptarë ka humbur si lepuj. Pra, edhe këto gjëra duhet thuhen. Në Greqi nuk ka minoritete, ndërkohë që perandoria osmane ka qenë pothuajse sa në Shqipëri. Pra, mos na i shesin tani sapunin për djathtë dhe të themi që Shqipëria është një vend i cili nuk ka një shtet të së drejtës, por edhe vende të tjera të cilat janë në Ballkan vojnë po aq shumë sa në Shqipëri. Ne e njohim historinë. Pra, një sekond, po thoni që me që ka probleme Greqia, ne s'kemi probleme. Se se kuptova. Jo, nuk e thash të dhe po çfarë po përpiqeni të thoni? Jo, unë po përpiqem të them që Shqipëria duhet bëj progres, por të paktën mos të shiten gjëra të cilat ekzistojnë në shtete të tjera fshinje dhe themi që vendi jonë është vendi jonë. Shigjetimin ndaj Belerit dhe ne e pranojmë me të mirat e të këqijat e tij që ka. Kështu që kjo është situata dhe kjo është historia. Beleri, një sekondë, lutem se jam me 3 veta. Beleri do t'jap fjalën edhe drejtën e replikës, por më mirë kuptoj vetëm të kaloj nga Çakaj me që jemi në një problem ngushtisht zgjedhor. Po, zoti Çakaj. Po, atëherë shiko Flavio, unë personalisht vendimin e gjykatës kushtetuese nuk e shikoj kaq roz, por nuk e shikoj edhe gri. Pra, në vlerësimin tim gjykata kushtetuese ka pasur raste që ka marrë vendimmarrje
në përputhje me kushtetutën dhe është ngritur në lartësinë e detyrës. Pra ka bërë detyrën e saj. A mos ndoshta tingëllon si orë prishur që 2 herë në ditë ka drejt? Edhe mundet, por rëndësi ka që në ato raste ka marrë vendime të duhura. Për shembull, mund të përmendim çështjen e presidentit Meta, në momentin kur çështja shkoi në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese u ngrit lartësinë e detyrës dhe nuk e konsideroi shkeljet e rënda ato veprimet siç i gjykonte kuvendi. Edhe në rastin konkret, unë vlerësoj që është ruajtur parimi i sigurisë juridike, është ruajtur kushtetueshmëria dhe është marrë një vendim i cili nuk krijon një precedent të rrezikshëm. Sepse ky precedent do të hapte rrugë jo vetëm për kryebashkiakën detyrë, por edhe për gjithë të zgjedhurit. Pra, i marrim, i fusim burg dhe në ditën e 91, nëse mungesa në ligjin organik do të jetë jo më shumë se 3 muaj, dhe në rastin e deputetit, nëse mungesa do të jetë 6 muaj 1 ditë, i marrim, i fusim burg, i mbajmë burg pa drejt dhe automatikisht mbaron mandati. Pra, këti fenomeni i preu rrugën gjykata kushtetuese. Në lidhje me rastin e zotit Beleri, unë personalisht në rastin e zgjedhjeve të Bashkisë Imar, së bashku me kolegen Vukaj, në korrik të vitit, në gusht vitit 2024, ne kemi votuar kundër 2 akteve, pra në gjykimin dhe vlerësimin ton, votat tona ka qenë kundër zhvillimit të zgjedhjeve. Pse? Dhe kundër edhe dekretit presidentit. Sepse dekreti presidentit ishte në kundërshtim edhe me kushtetutën, por edhe me kodin zgjedhor. Dhe kemi 2 vendime tona të para kanë qenë të kundërta. Dhe si rrallë herë, edhe në këto zgjedhje tani, kolegji zgjedhor gjyqësor mori atributet e një organi regulator dhe miratoi akte normative, të cilën nuk i ka tagër komisioni ku unë bëj pjesë. Pra shpikën një shtetë të ri. Po patjetër, se kështu ndodhtu. Po unë këtu fajin ja vë edhe përfaqësuesve të opozitës. Sepse përfaqësuesit e opozitës ato garanci të cilat i kanë për vete në kodin zgjedhor, do duhet i ngrinin me të madhe, do duhet i mbronin dhe nuk do duhet që të lejonin kolegjin zgjedhor gjyqësor të marri akte, të miratoj akte me karakter normativ. Pse? Sepse gjykata është për të interpretuar normën, jo të krijojë norma. E njëjta gjë ka ndodhur në rastin e zgjedhjeve të Imarës, në rastin e zotit Beleri, edhe në rastin e zgjedhjeve të pjesshme tani për 5 bashkit. Dhe unë besoj që këtu duhet fokusuar, të shteti së drejtës, këtu duhet fokusuar. A ka probleme Shqipëria? Pa fund. A ka gjërat cilat nuk funksionojnë? Pa fund. A ka zgjedhje të drejta, të lira, të ndershme, të barabarta? Jo, ta ka thënë edhe OSB Odiri. Zgjedhjet nuk ishin barabarta, më fal. Po zgjedhjet nuk ishin barabarta. Çfarë rezultati presim neve? Po dëgjoj edhe diçka të lutem. Po dëgjoj me vëmendje. Ja ta them unë çfarë do thonë mbështetësit jo mbështetësit e Ramës, ka shumë mbështetës, por ka njerëz që paguhen për ta mbështetur, do thonë që ka pasur abuzime, po prap fitoren e kishte të sigurt. Thjesht mund ta ketë tepruar me 2-3 mandate. Shiko, kjo histori e pabarazisë nuk është e matshme. Të them diçka. Në dëgjesën që bën në kuvend, kandidatë e rinj për zvendësuesit tanë në Komisionin Rregullator, profesuesi i mazhorancës, zoti Gjiknuri, i ka bërë disa pyetje dhe më tërhoqi vëmendje një pyetje. I ka bërë disa pyetje kolegës Vukaj kur e mori në intervistë. Dhe pyetja ishte teorikisht, kishte edhe sarkazëm brenda dhe ishte 2 dhe 2 bëjnë 2. 2 dhe 2 sa bëjnë 4? 2 dhe 2 sa bëjnë 4 dhe u përsërit disa herë. Shiko, sipas raportit OSB Odirit, nuk janë 2. Nuk janë 2 dhe 2, janë shumë dhe 2, dhe sigurisht që s'bën 4. Sepse e ka thënë Odiri, dhe përgjigja nuk mund të jetë as intimiduese, nuk mund të jetë as suggestionuese, dhe sigurisht as pyetje sarkastike nuk mund të ketë. Se këtu ka rënë patjetër shteti së drejtës, se gjithçka fillon nga vota, fillon nga zgjedhjet, nëse si janë të lira, të ndershme, drejta, të barabarta, sigurisht edhe pasojat do i vuajnë gjithë në kurriz. Kështu që në këtë kontekst vendimi i gjykatës kushtetuese ishte garantoi parimin e sigurisë juridike dhe në gjithë këtë lëmsh që është bërë në Shqipëri, besoj se ishte gjë e dur. Beleri?
doja të përgjigjesh zotit Hoxha, që po flisim për rastin e zotit Veliaj dhe për Shqipërinë. Në gjitha shtetet e Evropës mund të ketë problemi i shtetit së drejtës, dhe demokracia është një gjë që evolon gjithmonë dhe duhet të jetë më thellë dhe më e gjerë. Unë doja të thoshja që nuk funksionon dhe nuk duhet të jemi të kënaqur. Duhet të dini që mua personalisht vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjes është që kam të drejtë për të apeluar 30 ditë dhe ditën që doli vendimi, atë ditë Presidenti i Republikës dekretoi zgjedhjen e imar. Intelektualet, njerëzit që e gjyqësorin në Shqipëri nuk u pozicionuan përveç opozitës. Dhe ky është një problem. Problemet e Greqisë, Greqia i zgjidh vetë. Dhe në qoftë se nuk i zgjidh, nuk ka raporte ndërkombëtare që të ketë probleme të drejtës në Greqi. Dhe duhet para se të flasim duhet mendojnë ja një sekondë Hoxha se do të jap drejt në fjalës. E la me kalorësi. Para se të flasim, se nuk e ndërprova. Duhet të themi pse 600.000 shqiptar kanë lënë Shqipëri dhe ka ikë në Greki dhe pse nuk vinë grek në Shqipëri, me që jemi më mirë nga ana ligjore. Pra duhet të jemi koshient dhe të rrim shtrëmbër dhe të flasim drejt. Flasim për shtetin e së drejtës, flasim për një shtet që nuk funksionon barazia ligjore. Ndryshe vendos, gjykata konstitucione për rastin tim, ndryshe vendos për rastin zotit Velia, ndryshe për Kavajën, ndryshe për Rogozhinën. Dhe kjo nuk mund të vihet në diskutim. Unë nuk e di të presim vendimin e gjykatës arsyetimin, zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetuese. Unë lexova se ishte për procedurë. Pra, shteti i drejtës për procedurë është ndryshe dhe në qoftë se thelbi nuk krijon precedentin, në qoftë se thelbi vendimi thotë diçka tjetër. Ja kuptoj. Ndërkohë, zoti Hoxha, një kuriozitet. Se më kujtohet pak pyetja e relatores së çështjes kur pyeti zotin Veliaj dhe avokatët e tij, tha ligji nuk e parashikon arsyen objektive. Thjesht mungesa në punë është bazë për shkarkim në rastin e kryebashkiakut, ndryshe nga rasti i deputetit. A i hap rrugë kjo kërkesës zotit Veliaj për të dalë nga qelia dhe për të ushtruar kompetencën, se për ndryshe do duhej që të funksiononte bashkia, zoti Veliaj dhe delegonte kompetencat dikujt të pasgjedhur. Dhe shtoj ca e dytë e pyetjes për aspektin moral, se politika dhe përfaqësimi është edhe moral. I gjithë shtabi elektoral dhe e gjithë administrata qendrore e Bashkisë Tiranës nuk është në punë për shkak se është në burg. Edhe ajo me akuzat disa të dënuar, disa ende në pritje të vendimit. Sa vlerë ka fitoria e fundit e zgjedhjeve, ato 140.000 vota që ju përmendët më herët, nëse i gjithë shtabi elektoral, ata që i kanë mbledhur këto vota, janë dënuar? Së pari, 600.000 emigrantë është vërtet që shkuan drejt Greqisë, por nuk shkuan se Greqia ishte shteti më i mirë ligjor, shkuan se ishte plani Marshall që u zbatua pas luftës së dytë në Greqi dhe jo në Shqipëri. Por 600.000 shqiptarë, pjesa dërmuese nga Kastriot u bën Kosta dhe nga Gjergji u bën Jorgo. Pra, shteti së drejtës ka rënë aty. Megjithatë, për të përgjigjur pyetjes tuaj, unë besoj që sigurisht që kërkesa për zvendësimin e masës së sigurimit dhe ndryshimin e masës së sigurimit të zotit Veliaj do të jetë konsekuente të paktën në gjykatën kushtetuese. Në ndjenjën time, gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën për ndryshimin e masës së sigurimit dhe tani më i është hapur rrugë mbrojtjes dhe zotit Veliaj që të shkojnë në gjykatën kushtetuese. Patjetër që me vendimarrjen e ndjeshme, gjykata kushtetuese i hapi rrugë edhe zvendësimit të masës së sigurimit të zotit Veliaj. Dhe kujtojmë që funksionarë të tjerë të drejtësisë, si ish kryeministri dhe anëtri i tij apo edhe persona të tjerë zvendës kryeministra, dyshohen për shumë më të mëdha se 1.2 milion euro që dyshohet dhe është në akuzë zoti Veliaj dhe janë ose pa masa sigurimi ose janë me masa detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Zoti Veliaj tani ndaj zoti Veliaj kanë përfunduar hetimet. Kanë kryer të gjitha marrjen e provave dhe provat e gjykatë
dhe zoti Velia, jo kryetar bashkie tjetë, po edhe kryeministër i vendit, por edhe presidenti i Republikës Franceze, nuk ka çfarë prishme. Dhe rreziku i ikjes në rastin e zotit Velia. Berisha Meta kapacitet për të prishur provat të 2009-s. Patjetër që në ka dosje e cila është, të lutem, patjetër nëse ka dosje e cila në raport me drejtsinë është një nga dosjet më, le ta themi, pa dosje është zoti Meta, dhe si mund të marret ish presidenti i Republikës me mas sigurimi arrest në Burg për disa gjëra të cilat kanë ndodhur këtu e 13 vjet përpara. Si mund të marret presidenti i Republikës se pas ka fjetur një natë në Prag. Pra, unë s'po them që të lirohet zoti Velia dhe të mbahet zoti Meta. Përkundrazi, unë besoj që krimet e jakave të bardha për aq kohë sa janë të dyshuar dhe nuk ka rrezik ikje. Në rastin e zotit Meta rreziku i ikjes ishte 0. Në rastin e zotit Velia rreziku i ikjes ishte 0. Ai ishte thirrur disa herë në prokurorinë e posaçme, e dinte që po zhvilloheshin hetime. 3 ditë përpara se të arrestohej, ishte jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mund mos të kthehej fare këtu, zgjodhi që të kthehej dhe të përballej me drejtsinë. Pra, thënë ndryshe, me fjalë të tjera dhe të thjeshta edhe për të kuptuar, patjetër që vendimarrja e gjykatës kushtetuese që e lën detyrë zotin Veliaj derisa të përfundojë mandati, unë besoj që i hap rrugë edhe ndryshimit të masës së sigurimit nga ajo arresti në Burg në detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Tani çështja është, kjo ishte loja i cili a ose edhe me drejt apo jo? Tani kjo ishte loja, unë nuk e di që të jetë bërë në një lojë. Unë e di që të paktën zoti Veliaj ishte i shkarkuar nga Këshilli i Ministrave me pat të drejtë në shkelje të rëndë. Si të funksionojë Veliaj me këshillin që e shkarkoi njëse, edhe kjo është çesharake. Po të më lije Flavio, unë do shkoja deri aty, po do shkoja edhe deri aty, jo, nga që më pëlqen shumë Hoxha, edhe ma lejo këtë në kuptim komplementar dhe komplimentues. Më pëlqen kur për lehtësi dhe leverdi argumenti përdor petkun juridik dhe kretë papritur fluturojnë komentet politike në mënyrë shumë elegante, e vlerësoj shumë qëndrimin tuaj, zoti Hoxha, dhe prandaj do ju dëgjoj edhe pak sekonda, por me njëherë pasi të kërë fjallën Çakajt, ju premtoj që do jem tejet fair me ju dhe në kohën që ju takon. Shiko, për saktësi edhe të argumentit, vendimi i gjykatës kushtetuese i ka shqyrtuar në themel pretendimet e zotit Veliaj. Kështu që besoj në zbardhjen e vendimit plot, do të gjejmë edhe të arsyetuara dhe sigurisht të argumentuara nga gjykata kushtetuese shkaqet se pse e kanë rrëzuar vendimin e Këshillit Bashkiak dhe vendimin e Këshillit Ministrave për shkarkimin e zotit Veliaj. Kjo është për saksi, pra nuk është gjykuar vetëm nga pikpamja formale procedurale, por është gjykuar dhe në themel shkaqet e kërkuesit Veliaj. Spari. Së dyti, në lidhje me vijimin e funksionimit, unë personalisht shikoj ngërç. Shikoj ngërç sepse ngjarjet e deritanishme janë një pasqyrë e realitetit dhe shërbejnë si indicie edhe për vijimin se si do të jetë. Pra, a është kjo më e mira për qytetarët e Tiranës? Kjo situatë, kjo gjendje? Jo, nuk është kjo më e mira për qytetarët e Tiranës, por në raport me precedentin që mund të krijoj, unë besoj që vendimi i gjykatës kushtetuese ishte i drejtë, i preu rrugën një precedenti shumë të rrezikshëm, dhe sigurisht nëse palët kanë vullnet, gjithmonë nëse gjykata kushtetuese do i qëndroj vendimit vetë, se mund vi rasti nesër një kryebashkiaku të opozitës dhe ata të votojnë kundër mënyrës si votuan. Nuk besoj, kjo gjykatë kushtetuese nuk besoj, do të shkelnin mbi veten e tyre, do të shkelnin mbi... A nuk ishin po këta të pesë që votuan për shkurtimin e mandatit të njërit të vetes tyre? Një javë më parë? Shiko. Dhe mbarimin e mandatit të një kolegës tyre? Dakord, pa jo ha pak interpretim ajo çështja. Spari do parë dekreti për emërimin e fillimisht zotit Muçi, më pas dekreti për emërimin e antarit zvendësues. Dhe Muçi i mbaronte në 2028-ën, edhe vetë Muçi. Dekreti i zotit Muçi, unë e kam parë, është i plot. Është 9 vjeçar. Pavarësisht se ushtroi 1 muaj në detyra të mandatin, është i plot.
do parë procedura se si është shpallur nga KED-ja për nuk është kjo tema, por kjo tregon për integritetin e kësaj trupe gjykuese kushtetuese. Beleri ngjan kjo historia e Veliajt në këto momente me gjysmën e letërsisë greke të antikitetit, nga Edipi te ëndra e Ikarusit që fluturoi shumë pranë diellit. Si e shihni funksionimin e Veliajt pas këtij vendimi? Çfarë bën ai, çfarë do të thotë për bashkimin, për qytetarët e Tiranës? Unë besoj se zoti Rama do injorojë vendimin e kushtetueses, kur nuk mund të kryej funksionin e kryetarit të bashkisë zoti Veliaj. Doja të thoshe një detaj tjetër. Do të dini që në Shqipëri kemi mesatare afër 60% të paraburgosur. Dhe këtu është problemi, do ndodhte edhe me njerit ata që themi i vim. Pra, është e pa drejt në kohën që në Bashkimin Evropian, në gjithë Evropën mesatarja të paraburgosëve në burg është 28%, në Shqipëri është 60%. Është një problem i gjyqësorit, është një problem i kodit penal, është një problem se si e implementohet kodi penal, që nuk flasim dhe kur vijnë gjëra, pra asnjëri nuk duhet të ishte në burg. Presidenti i Republikës mund të jetë në burg. Se nuk grëm zërin të gjithë bashkë. Me atë që i ka bërë pronave të ushtrisë presidenti i Republikës? Jo, them për ish presidenti, zoti Mete, se presidenti ishte ai që ka vjedhë pronat të është në detyrë. Pra nuk ka garanci, nuk ka barazhi ligjore. Dhe në këtë mënyrë, më besoni, nuk do të në asnjë vend tjetër. Pra njerëzit nuk kanë besim. E keni parë që po largohen nga Shqipëria të pasur, të varfër, të shkolluar, të pashkolluar. Sigurisht. Njerëzit i kanë mundësitë, për kjo pa siguria ligjore, është, do me thënë, sa vendime kontradiktore ka marrë gjykata kushtetuese? Sa është më thash, ka ndonjë të drejtë më të shenjtë se e drejta apelimit, vendimi shkarkimit i thoshte, kam të drejtë apeloj 30 ditë, të njëjtën ditë u dekretuan zgjedhjen e madhe. Edhe e zëm se den nga burgu zoti Veliaj, si tha dhe zoti Hoxha, kanë mbaruar hetimet, për 1-2 muaj zoti Veliaj do jetë i dënuar. Se si tha drejtuesi i Spakut, është natyrshëm që prokurorët gjykatësit do vendojnë afër mendsh, që gjykatësit do vendoshin atë që themi ne. Situata është alarmante dhe ne kërkojmë çfarë bëj fëmijët. Këtë doja të thoshte. Unë besoj, edhim dhe këto i thonë që edhim topin në stadion, dhe jo në fush, po në stadium atje që janë spektatorët. Topi luhet në fush, barazhi ligjore nuk ka, precedenti nuk funksionon, gjykata kushtetuese mori një vendim të drejtë për arsyetimin, të shikojmë në qoftë se është vendimi arsyetuar, po duhet të jenë të sigurt se na ka treguar kjo gjykatë, ky gjyqësor, që nuk ka asnjë precedens dhe nuk duhet të asnjë zgjedhur, nuk duhet të ndihet i sigurt. E kuptoj. Zoti Hoxha, keni një koment fundit të drejtën tuaj për të mbrojtur argumentin? Edhe një, tani dëgjoni zoti Hoxha, po. Po, ligji shqiptar për të drejtat e paraburgosërve është një nga ligjet më mjetore. Që do të thotë që Bashkimi Evropian i mohohet pra personave të cilët janë paraburgosur ose të dënuar, i mohohet vetëm liria, por nuk i mohohet aksesi në internet e gjithë të tjera. Pra, me fjalë të tjera, zoti Veliaj patjetër që do ta ketë të vështirë, jo të pamundur, por të vështirë të ushtrojë detyrën e tij në ambientet e paraburgimit. Unë bashkoj me zotin Belerin, ndoshta kjo është në rastet e vetme të cilat unë bashkoj me të, për sa i përket numrit të paraburgosurve. Kjo është e turshme, është tragjike. Nuk është çështje ligje, se Shqipëria ka një legjislacion i cili është shumë i përafërt me Italinë dhe me Francën, të cilët i kanë marrë si modele, por është çështje mentaliteti, dhe mentaliteti është komunist. Dhe ndryshe, por jo autokraci. Një mentalitet i cili vjen me nuk ka lidhje zbatimi i masave të sigurimit, nuk lidhet me kërkesat, lidhet me mentalitet. Zoti Hoxha, ju lutem, zoti Rama. Po tani nuk besoj që kryeministri cakton një masë sigurimi arrest në burg për një person i cili është i dyshuar për vjet. Ja ta them unë, ju lutem, zoti Hoxha.
Si që thash edhe njerë, në këtë emision... Do masa sigurimi, në këtë, lutem, jo, do më dëgjosh këtë se jam i detyruar për integritet profesional, ta theksoj. Në një vend ku kryeministri thot burg për gjithë ata që s'paguajnë dritat, burg për gjithë ata që s'paguajnë ujin, burg për gjithë ata që fshin oborrin dhe rastësisht rregullojnë dhe avllin. Nuk mund thoni që nuk është vullneti kryeministrit. E ka kërkuar në mënyrë specifike kryeministri. 10 sekonda dua. 10 sekonda dua. Do i keni Beli. Ju lutem Hoxha, keni të drejtën e opinionit, nuk e keni të drejtën e manipulimit fakteve. Për kaq kam të mund të thoni si doni, unë kam në profesion 17-18 vjet. Ky kryeministër është 12 vjet. Mund të bëjmë një garë, unë kam 22, çfarë bëjmë tani? Problemi është i tillë që masat e sigurimit që nga në vitin 94 deri më sot janë më shumë arrest në burg se sa masat e tjera. Dhe ky është çështje mentaliteti, nuk ka çështje kryeministri. Ne nuk mund të themi që gjithë fajet i ka Saliu, gjithë fajet i ka Rama dhe gjithë fajet i ka gjyqësori për masat e sigurimit. Janë 3, 4, 5 individë të cilët janë kanë ngarkesë politike dhe mund të ketë ndikim apo jo. Bëmë reformë në drejtësi. Me Fatmir Xhafën edhe Sokol Sadushi. Çfarë prisnit nga Fatmir Xhafa dhe Sokol Sadushi? Që mos ishte vazhdim i të njëjtës gjë që kishte deri në 90-ën. Sistemi nuk bëhet me individ. Sistemi është ngritur në sistem. Zoti Hoxha, ju lutem mos më ofendoni inteligjencën. Si nuk bëhet sistemi me individ kur gjithë organizatat e Erion Veliajt dhe nga Byla me shok me Benusin kanë bërë reformën drejtësi bashkë me udhëheqjen e Sorosit. Njerëzit kyç kanë qenë Fatmir Xhafaj dhe Sokol Sadushi dhe ju më thoni sot nuk bëhen nga individi. Nga kush bën nga unë? Unë nuk pretendoj që t'ju ndryshoj mendimin, për aq kohë sa mendimin. Unë jam i gatshëm të më ndryshoni mendimin nëse më jepni një argument që më ndryshon mendimin. Dhe ashtu siç e ka thënë dhe Jezu Krishti, pavarësisht se unë jam musliman dhe ai është një nga profetët, nuk hidhet fara në ferrë se nuk ngrin. Kështu që është e pamundur që ta hedh farën. Citonin dhe romakët, Zoti Hoxha, edhe djalli citon Biblën për nevojat e çastit. Unë se kam cituar do të kur Biblën, se jam musliman. Vetë cituat Jezu Krishtin, kështu që njësoj... Po, është një nga profetin Kur'an. Kuptoj, mos të kalojmë te feja, se ligji ka vend për tjera diskutime. Dhe feja është absolutisht individuale. Numri të paraburgosurve, mi matë numri të dënuarve, është çështje sistemi. Është çështje që buron nga një reminiscencë të shkuarës, e cila fatkeqësisht po zbatohet ende dhe sot. Dakor. Policia ka problemet e veta, të cilët nuk i nxe dot paraburgosur. Nuk është objekti i këtij emisioni, ju lutem Zoti Hoxha, nuk është objekti i këtij emisioni. Ne po flasim për numrin e paraburgosurve, kështu që patjetër që po flasim dhe është Zoti Velia i paraburgosur. 10 sekonda. Po, Beleri. Dua t'i them Zotit Hoxha dy gjëra. Në mandatin e Zotit Rama sa shkolla janë hapur dhe sa burgje. Dhe si ndodh rastësisht të burgosurit, që i burgosur ishtë një hap para vdekjes, votojnë 95% Partia Socialiste dhe Zotin Rama. Pra mos i bajmë në burg që ti trëndin, që ti komandojnë. Nuk ka, shikoni të gjithë të burgosurit në për botë dhe votojnë të gjithë opozitën. Si ndodh në Shqipëri e Zotit Rama që 95% të burgosurve votojnë qeverin që i ka vënë në burg. Se të gjithë të burgosurit mendojnë se janë pa të drejtë atje. Se ka kriminal më të mëdhenj se ata që janë jashtë. Se unë i kam jetuar mentalitetin edhe se si mendon çdo i burgosur. Si do të luajnë ata njerëz që votojnë Zotin Rama? Mos janë të lidhura këto gjëra. Dhe justifikimi i komunizmit duhet të mbaroj, kanë kaluar 35 vjet. Ka kaluar Beleri, po Fatmir Xhafa është aty akoma. Skënder Gjinushi është aty akoma, unë s'e di kush ka kaluar. Po sigurisht, por është një justifikim. Po të pyes se ata do thonë që ata janë reformatorë. Okej. Çakaj. Po, atëherë shiko, në lidhje me temën për cilën jemi lidhur sot. Unë mendoj që sigurisht do shikojmë dhe vendimin e zbarë gjykatës kushtetuese, po unë mendoj që gjykata kushtetuese i ka dhënë një shuplak të fortë gjithë institucioneve, duke filluar nga Këshilli Bashkiak, qeveria, presidenti, së bashku me shpurën e vet. Dhe normalisht i ka nxjerrë në paligjshmëri. Ne kemi thënë për Rusmailin kur thonë shpura e tij. Gjithë stafi juridik i presidentit. Nuk përmend asnjë emër të veçantë. Okej, e përmend. Dhe normalisht
jo vetëm kaq, por edhe Rusmailit, më fal, e përmend emrin e Rusmailit se doli dhe Rama ta mbrontes që është kokë e madhe e jurisprudencës. Secili ka mendimin e vet dhe nuk ndalem këtu. Gjykata kushtetuese i ka dhënë një shuplak të fortë edhe Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, edhe Komisionit Rregullator ku më bëj pjesë, meqense nuk e mori dhe nuk u ngrit në lartësinë e detyrës dhe nuk e mori vendimarrjen, pra minimalisht lexonte ligjin dhe të përmendte argumenta ligjor, administrativ dhe kushtetues. Të hapte të lexonte ligjin. Nëse një çështje është duke u gjykuar në një organ gjyqësor, thot neni 66 i Kodit Procedurave Administrative, automatikisht organi administrativ e pezullon vendimarrjen dhe këtë kërkuam unë bashkë me kolegen Vugaj. E pezullon derisa të shprehet dhe jo më vonë se 3 ditë gjykata kushtetuese e pezulloi vendimarrjen për fuqinë e dekretit në mënyrë të pjeshme për zgjedhjet e Tiranë. Dhe më pas e shfuqizoi. Kështu që unë mendoj që në këtë kontekst vendimi i gjykatës kushtetuese ishte i drejtë dhe të paktën për rastin konkret e solli shtetin në shinat e së drejtës. Në lidhje me debatin që po bëjnë dy folësit në këtë të kanë shumë debate njëkohësisht. Po, shiko, mendimi im personal është që në lidhje me çështjen e paraburgosur, mendimi im personal është që Kodi penal dhe Kodi procedurës penale është korrekt, por ka një qasje të organit prokurorisë, organit të institucionit të ngarkuar nga shteti me përfaqësimin e akuzës penale, qasje mund të themi represive. Por ajo çfarë duhet na shqetësojë ne të gjithë është çfarë po vjen në horizont, ai kod i ri penal. Çfarë po vjen? Pra nuk keni para asgjë akoma, është momenti aktual për të thënë. Çfarë po vjen? Kështu që këtu duhet të përqendrohemi, këtu duhet të fokusohemi gjithë profesionistët e lirë, por gjithë veçanërisht opozita, sepse ajo ka votat dhe e voton ose nuk e voton në kuvend. Atëherë, e fundit Velia, çfarë duhet bëj nga ky moment? Është opsion dorëheqja, është opsion fitoria ndaj dashakeqve brenda partisë dhe luftës së tij me Ramën dhe e treta për nga fundi, cili është interesi vërtet i qytetarëve të Tiranës në këto çaste. Fillojmë me zotin Hoxha, më pas Beleri. Me që është pyetje ngushtisht politike. Problemi i zotit Velia me zotin Rama apo me politikën e tij dhe të zgjidhë ai vetë çështje të cilat kanë karakter ligjor, besoj që masa e sigurimit në raport me çështjen e zotit Velia duhet të ndryshohet. Dhe nëse do më lejoni tani duhet të shkoj që të ullë numërin në paraburgosur se kam 2 masa sigurimi. Dhe jam i bindur që do jetë vështirë. Ju përshëndes, Beleri? Por ju e pam. Pas vendimit të kushtetueses, unë besoj se zoti Velia duhet të kthehet në detyrë me kompetenca të plota. Që të ushtrojë këto kompetenca duhet të jetë në zyrën e bashkisë. Ai nuk ka frikë pse të ikë, qofse edhe për 2-3 muaj se do dënohet. Në qoftë se zoti Rama ka vendosur që zoti Velia duhet të ikë nga bashkia, Tiranë do ikë. Tani do shikojnë që do përshpejtojnë të gjitha apelet, vendimet dhe do kemi një vendim të formës së përtë që gjykata do ketë vendosur reformën që zoti Velia nuk mund të shtrojë detyrën, po sigurisht që pas këtij vendimi duhet të vejë në zyrë. Dakor. Ndërkohë, zoti Beleri, nuk e di si e kam kohën regjia, ma konfirmo pak, edhe sa mundsi kam. Kam dhe pak minuta. Çaka do të qëndroni këtu, sepse pikërisht materiali që do të ndjekim tani lidhet edhe me punën tuaj, por protagonist është Fredi Beleri. Jepi regjia.